Lufta në lindjen e mesme midis Izraelit dhe Hamasit që përfshin Libanin, Sirinë, Ukrainën dhe Yemenin ka arritur në ditën e 535. Gjurma e gjatë e gjakut nga ofensiva izraelite në Rip ka kaluar momentin historik tragjik të 50.000 të vdekurve sipas autoriteteve të Hamasit. Ndërkohë, ushtria izraelite publikoi imazhe që tregojnë kolona tankesh dhe transportuesish të blinduar të personelit që lëvizin në jug, ndërsa divizioni 36 filloi përgatitjet pas muajsh aktiviteti operacioni në veri. Divizioni më i madh i blinduar i IDF-s që bashkua divizionit të Gazës që tashmë vepronin në jug. Washington Post raportoi dje duke cituar burime të përfshira në planifikimin e operacionit në Gaza se një pushtim i plot i Gazës do të kërkonte deri në 5 divizione në terren, ndërsa rezervistët ishin skeptik për luftimet. Teksa thirrjet për të kthyer në dialog po ngrihen nga sheshet në Izrael dhe nga kancelarët botror, qeveria e Netanyahu po vazhdon në frontin ushtarak me IDF që ka goditur spitalin Nasser në Junis, duke shkaktuar 5 të vdekur dhe të plagosur.